Vetëm me 28 nëntor 1912, Ismail Kemal Vlora, I retum prej përfaqësuesve të Shqipënisë, mundi me proklamue pavarësinë e vendit. Dhe me 24 dhjetor 1924, mbasi u zhdukun rrete sjelluna prej luftësve botërore, prisi geniali kompit, zogu I parë, tu e marrë fronin, dha jetë një regjimi të ri, fillon kështu me Shqipëninë e zogut parë, pavarësia e fitume, të ketë një kuptim, të bahet qëllim, lirie dhe pune. Jeta shoqënore organizohet, shkollat fillojnë të shtrinë influencën e tyne në malësit më të largëta, qetësia shembullore e sigurume kudo, e mundësinë e një aktiviteti të gjallë edhe të frytshëm. Trajtat fizike të racëson janë gjatësia e qjume e trupit edhe të fytyrës, flokët edhe sytë në ngjyre të mbyllut dhe harmonizimi I bukurisë fizike me ndjenjat morale. I pajosur për një izgjimi të mprehtë, shqiptari u dallu kurdoherë në rrjedhimin e historisë për karakterin e tij shpirtënor të rrallë. Populli I malësisë së verit merret përjashtimisht me baktin, e cila nëpërmjet të një industrie fillestare plotëson nevojat e jetesës shqipjake. Gruaja gërmadat e kështjellëve që gjenden në çdo vist të mbretënisë janë dëshmuesat e heshtme të luftimeve që gjatë shekujve shqiptari ka ba për mbrojtjen e pavarësisë së saj. Dhe legjendat I kanë lindë rreth tyne një hymn I përjetshëm nga dhunimi. Veç vlerë historike dhe morale, kështjellët që na mbeten përbajnë një pasuni artistike dhe turistike të shkallës së parë. Kujdesia për mirëmbajtjen edhe ruajtjen e tyne nuk është vetëm një detyrë për autoritetet e cilësume, por edhe për secilin do që ndjen krenaltësim të quhet shqiptar. Zhvillimi I rëndësishëm I Bregdetit, dhe liqenet e Shkodrës edhe të Pogradecit, hapin mundësinë e një zhvillimi të rëndësishëm të industrisë së peshkimit. Mbi liqenin e Shkodrës, barkat që përdoren edhe sistemi I peshkimit përmendin metodat e moçme veneciane. Bukurit që natyra pa kurthim I ka dhuru vendit ton, zakonet e mira dhe fisnikia me të cilat është poju populli shqiptar, kostumet e bukura të krajinave të ndryshme të mbretënisë, originaliteti I jetesës sonë shoqënore, zgjojnë një admirim të sinqert ndër të huajt që vizitojnë Shqipëninë. Midis kostumeve të viseve të ndryshme, kostumi I grave të Tiranës është padyshim më I bukuri. Zakonet e përditshme, më të vogla dhe të thjeshta, trajtat e fytyrës, që quajnë banor të krajinave të ndryshme, mënyrat e të sjelljes të tyne, përbajnë një interesim të gjallë për të huajt. Ky interesim I të huajve për vendin ton nuk ka vetë rëndësi morale edhe politike, por materializohet si një faktor I rëndësishëm ekonomie, për importimin e një kapitali të padukshëm, që shkakton I cili shërben për ekuilibrimin e bilancit të pagesave. Kujdesia e ruajtjes së sendeve, që janë objekt interesimi për turizmin e huaj, qofshin monumenta me vlerë, zakone, tradita, trajta jetese, tregje, vise panoramike, qytete ose lagje karakteristike, ndihmon zhvillimin e këtij faktori ekonomik me rëndësi. Autoriteteve bashkiak, sidomos, u randon barra e një kujdesie të tillë të ndërgjegjshme. Ky zhvillim I dëshiruar nga ana tjetër detyron përmirësimin dhe shtesën e pajimit turistik të vendit. Pajim ky që përfshin ushtrimet publike edhe mjetet e komunikimit që I duhen turistit të huajt për me qëndru edhe udhëtu në mbretëni. Për këtë përmirësim që mund të jetë gradual, kur të merren masat disipline, kontrolli dhe rregulli, dhe të ankurajohet nga ana tjetër edukata profesionale e ushtruesve prej autoriteteve të cilësuar,
Zhvillimi I turizmit të brendshëm është paralelisht një konditë domosdoshme. Një lëvizje e brendshme turistike, e organizume e ankurajume për iniciativës së grupeve të cilësuar, si klube turistike, alpiniste, sportive, e reklamume prej shoqënive të transportit, prej bashkive, do shtyente privatët në të marrënit iniciativave për industrinë ushtrimesh publike, ku sot nuk ekziston gjësendi. Një qarkullim e redukje të hollash, që do të ndihmonte për mirësimin e transporteve edhe të industrinave që interesojnë turizmin. Dhe, mase, pasurimin e popullsisë së shumë krahinave që sot rrojnë larg prej qendrave të mëdha. Një lëvizje e tillë, veç rëndësisë së poshqenume, do kishte vlerën morale e njohtjes së Shqipërisë prej djemve të vetë, dhe nga kjo njohtje do buronte një kuptim, një harmoni më të madhe, një interesim dhe një solidarësi më të thellë për t'i kushtuar vendit entuziazmin e një pune metodike. Për këtë arsye, qeveritë u akordojnë për krahin e vendimin e tyre. Problemit turistik që ka me jetë zhvillimin e dëshiruar prej aktivitetit të zellshëm të Ministrit të Punëve të Brendshme në cilësinë e tij si kryetar I entit kombëtar të turizmit, modernizimi I vendit, sipas udhëzimeve të prisit ton genial, vazhdon me hapa të sigurta. Mundimet e regjimit të kushtuar ndërtimit që përbajnë konditën themeltare për çdo zhvillim ekonomik, kulturor dhe shoqëror, kurorëzuan prej suksesit më të lumtur. Urat e ndërtume, sipas kritereve më moderne, kanë zëvendësuar për gjithë urat provizore dhe përbajnë dëshminë më të prekshme për punën vigane e realizuar prej regjimit brenda një kohe relativisht e shkurtër. Përmendim në këtë rast ndihmën bujare dhe e dezinteresume që aleate e madhe I ka akorduar regjimit për organizimin teknik edhe përparimin tonë. Cilësit morale e teknike që tregojnë italianët që gjenden të bujtur në mbretëni, frymëzojnë simpatinë më të sinqertë. Që fliqet
që afër shijakut shfrytëzohen prej tyne, metodat racional të kulturës që ndjekin, duhet t'jenë shembull për bujqit edhe pronarët shqiptar. Nuk duhet harue se albenire ekonomik i vendit është në lidhje të ngushtë me zhvillimin e bujqësisë edhe të blegtorisë, të cilat përfaqësojnë pasunin tonë kryesore. Jetësia shembullore e siguruar kudo ka ankora ju dita ditës ma tepër interesimin e shoqërimeve tuaja dhe marrëdhënie tregtare me vendet e jashtme të shpeshtume kanë shkaktuar sidomos zhvillimin e konsiderueshme të portës së Durrësit. Rëndësia e gërmimeve të Butrindit është përhap kudo. Mira turist vizitojnë çdo vit monumentat me vlerë të zbuluar për misionit arkeologjik italian, që për vlerë të ndyerit profesor Luigi Ugolini ka avunu dritë në vendin ton gjyrma të civilizimeve më të lashta. Vitin e kalum, për kujdesi të entit kombëtar të turizmit, u organizue në teatron e Butrindit një shfaqje klasike. Ekzistenca e triseve të ndryshme përban një nga aspektet më karakteristike të vendit tonë. Zejtaria shqiptare, që dikur eksportonte prodhimet e veta në tërë njësinë ballkanike, mund të rikambet vetëm me zhvillimin e turizmit të huaj. Shërbimi ajror i zhvilluar prej shoqënisë Ala Littoria e mundësinë e një udhëtimi të rahatshëm edhe të shpejtë prej Tiranës për çdo qendër tjetër të mbretërisë.